Apo doni me kënaqë Allahun? Edhe me qenë larg i dhërimit të Allahut, ja shembullin ku e kemi. Pastaj nuk mjafton veç besimi, por duhet edhe pranimi. Sepse Ebu Talibi, migja i pejgamberit alayhi salatu wassalam, e besonte se pejgamberi është pejgamber. Edhe nuk është mashtrues. A e pranoi? Jo. Do marrëm diç pa besimtar. Do të nuk mjafton vetëm me besu ose me ditë se Muhamedi alayhi salam ka qenë pejgamber, po duhet edhe me pranu një gjë të tillë. Pastaj pranimi nuk mjafton vetëm pa pasim. Muhamedi alayhi salam njëri mirë, njëri madh, pejgamberi i Zotit, e mësoi se kështu mirë. Kur e shekënina kërkun nuk është me veprat edhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë se u dashka me besu pejgamberin alayhi salatu wasalam, me pranu, me pasu. Me pranu edhe me pasu. Pastaj pasimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam është pjesë e kësaj feje. Allah e përmend shumë ajete kuranore. Nëse i nalim vetëm kësaj pike, nuk mundemi me përfundu para një ore. Nëso ajete Allahu e ka urdhëruar këtë umet që me e pasu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Fundja që të islam që e ka zvrit Allah, që të dispozita që janë Kur'an, që të rregulla, që të ndalesa, që të urdhresa, a e kanë një formë të aplikimit? Të më thonë namazin do të dyqysh me kry, agjerimin do të dyqysh me kry. Pastaj quhet diçka në shariat, ekziston diçka në shariat që quhet hajni, ekziston diçka që quhet kurvni. Mirë, cilë janë kufit e hajnijës, cilë janë kufit e kurvnijës, cila është forma namazit? Ako do më në forë caktuar është forma të cilën na ka apliku pejgamberi alayhi salatu. Do të thonë thjesht, kur themi pasimin e pejgamberit alayhi salatu është me apliku islam, të cilin e ka apliku pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse Allahu qartë thotë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju shembull më të mirë e keni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo doni islam, apo doni me kënaqë Allahun, apo doni me kry urdhrat e Allahut, apo doni me u largu prej ndalesave të Allahut? Edhe me qenë larg i dhërimit të Allahut, ja shembullin ku e keni Muhamedin sallallahu alaihi wasallam.